Më 27 nëntor 1912 u ngrit flamuri, simboli i pavarësisë së Lushnjës, një ditë para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë. Në këtë ditë historike u kryen një sër aktivitetesh nga autoritetet lokale. Në orën 10:25 u ngrit flamuri nga kryetaria e bashkisë Riselda Sefa, shoqëruar nga deputeti i Partisë Socialiste Elton Korreshi, duke kujtuar orën e saktë para 113 vjetëve, kur u ngrit mes thirrjeve rroft Shqipëria, rroft pavarësia, rroft liria, flamuri kuqezi për herë të parë para bashkisë së asaj kohe. Më pas kryetaria Sefa, deputeti Korreshi, përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes dhe qytetar vendosën lule tek obelisku që përkujton firmtarët e pavarësisë, patriotët lushnjar Nebi Sefa, Qemal Mullaj dhe Ferit Vokopola. Kryetaria e bashkisë Riselda Sefa dhe deputeti i Partisë Socialiste Elton Korreshi uruan qytetarët për këtë ditë të rëndësishme. Më 27 nëntor të vitit 1912, qytetarët dhe patriotët e Lushnjës ngritën flamurin dhe shpallën pavarësinë, duke e treguar mëvetësinë e tyre. Dhe sot, 113 vite më pas, në mënyrë simbolike, ne ngrem flamurin për t'i treguar mirënjohje të gjithë atyre patriotëve që kontribuan në identitetin kombëtar të Lushnjës, por edhe të gjithë Shqipërisë. Më lejoni që të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar festën e flamurit. Sot është një ditë e veçantë për Lushnjën, është 113 vjetori i ngritjes së flamurit në qytetin e Lushnjës. Mirënjohje për gjithë familjet lushnjare që 113 vjet më parë bën të mundur që shpallej pavarësia edhe në Lushnjë, ku më pas delegatët e Lushnjës u bashkuan në datën 28 në Vlorë. Mirënjohje për gjithë popullin lushnjar, për gjithë sakrificat e tij për shpalljen e pavarësisë. Televizioni 4+ gjithashtu uron qytetarët lushnjar që na ndjekin gëzuar ditën e flamurit edhe të pavarësisë së Lushnjës.